Në jug të vendit, dy prej destinacioneve më të frekuentuara të turizmit natyror, ujëra termale të Bënjës dhe parku kombëtar Bredhi Hotovës Dangërli, po vijojnë të tërheqin gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj. Këto zona të mbrojtura në qarkun e Gjirokastrës, po regjistrojnë një rritje të qëndrueshme të fluksit turistik edhe gjatë muajve të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave zyrtare, në periudhën janar-mars janë vizituar nga rreth 10.900 vizitor vendas, si dhe 4.900 turistë të huaj. Përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në Gjirokastër e lidhin këtë rritje me promovimin gjithnjë më të madh të turizmit natyror, si dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në këtë zonë. Vitet e fundit, zonat e mbrojtura kanë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve. Për periudhën janar-mars 2026, turistë vendas kemi rreth 10.900 dhe turistë të huaj rreth 4.900. Pikat më të vizituara dhe të frekuentuara janë ujërat termale të Bënjës, parku kombëtar Bredhi Hotovës Dangërli, duke mos lënë pas parku natyror Zagori, Sotir, rezervati natyror të menaxhuar Kardhiq Zhulat. Prioriteti i sezonit për vitin 2026 janë menaxhimi i fluksit të vizitorëve në vendet ku kanë vizitueshmëri të lartë, hapja e shtigjeve dhe mirëmbajtja e tyre aktuale. Ndërkohë, institucionet kanë forcuar bashkëpunimin ndër-institucional për parandalimin e rreziqeve, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Një ndër problemet kryesore që ne kemi janë edhe zjarret, ku janë një kërcënim për zonat e mbrojtura. Gjithashtu ne kemi lidhur dhe marrëveshjet e bashkëpunimit me mbrojtje ndaj zjarret me bashkitë në rang qarku për një bashkëpunim ndërinstitucional. Gjithashtu kemi bërë dhe takime me komunitetin, me shkollat për ndërgjegjshmëri dhe për të treguar një kujdes maksimal. Në prag të sezonit turistik, autoritetet mbeten të fokusuar në menaxhimin e fluksit dhe mbrojtjen e pasurive natyrore, me synim për një turizëm të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit.